Almanaku on this day. Ngjarjet më të rëndësishme ndër vite. Në Top Albania Radio. 1609, në Stamboll u hodhën themelet e xhamisë së Sultan Ahmetit, e njohur ndryshe edhe si Xhamia Blu. 1695, taksa e dritares vendoset në Angli duke bërë që shumë pronar shtëpish të mbyllin dritaret me tulla për të shmangur taksën. 1759, Arthur Guinness nënshkruan një kontratë 9.000 vjeçare me 45 pound në vit dhe fillon librin e rekordeve Guinness. 1790, del numri i parë i gazetës Ephemeris, gazeta më e vjetër greke e cila vazhdon të botohet edhe sot. 1857, mbretëresha Victoria e Britanisë zgjedh Ottawën, atëherë një qytet i vogël, si kryeqytetin e Kanadas. 1862, presidenti Abraham Lincoln nënshkruan një akt që pranon West Virginia në bashkim, duke e ndarë Virginia në 2 shtete. 1879, shpikësi amerikan Thomas Edison prezantoi për herë të parë publikisht llambën elektrike në parkun Menlo të New Jerseyt, por rrugët e para që u ndriçuan me dritën incandescente të shpikur prej tij ishin ato të Pensilvanisë. 1907, festimi i parë i vitit të ri u zhvillua në Times Square, atëherë i njohur si sheshi Longacre në New York. 1923, në Londër, tinguet e këmbënës Big Ben transmetohen në radio për herë të parë nga BBC, që nga ajo kohë programet e BBC-s në krye të çdo ore lajmesh fillojnë me tinguet e Big Benit. Në vitin 1942, në New York, spektatorët e shumt broritën me entuziazëm kur 27 vjeçari Frank Sinatra këndoi në teatrin Paramount. Ishin këto koncertet e para të Sinatrës solo, pas shkëputjes nga grupi me Harry James dhe Tommy Dorsey. 1946, me kushtetutën e re të miratuar pas luftës së dytë botërore, u themelua Republika Popullore e Jugosllavisë, e cila formohej nga 6 republika: Serbia, Kroacia, Bosnia-Hercegovina, Slovenia, Maqedonia, Mali i Zi, si dhe nga 2 krahina autonome, Kosova e Vojvodina. 1981, Korporata e Radios dhe Televizionit të Turqisë, TRT, realizoi transmetimin e parë televiziv me ngjyra për programin argëtues të vitit të ri 1982. 1992, Çekoslovakia shpërbohet në mënyrë paqësore në atë që është quajtur si divorci kadife, duke rezultuar në krijimin e Republikës Çeke dhe Slovakisë. 1944, Austria, Finlanda dhe Suedia u anëtarësuan në Bashkimin Evropian, duke e çuar në 15 numrin e shteteve anëtare të Unionit. 1999, kryetari i shtetit të Rusisë, Boris Yeltsin, njoftoi dorëheqjen me një vendim të befasishëm dhe të gjitha kompeticionet ja dorëzoi kryeministrit Vladimir Putin. 2006, festa e vitit të ri dhe bajrami të vogël bien në të njëjtën ditë.